Çmimet e frutave dhe perimeve në Tiranë kanë shënuar një tjetër rritje shqetësuese, ndonse jemi në kulmin e sezonit kur prodhimi duhet të jetë më i lartë. Ish-zëvendës kryeministri dhe deputeti socialist Erion Braçe ka reaguar me tonë të ashpra ndaj situatës, duke folur për abuzim të pastër me çmimet, ndërmjetës të shumë dhe mungesë të mbështetjes për prodhimin vendas. Ai solli si shembull çarqirin që në Divjak shitet me 23 lekë për kilogram, ndërsa në Tiranë arrin 600 lekë. Sipas tij, një abuzim skandaloz që tregon se problemi qëndron në mënyrën si organizohet tregu. Për të frenuar këtë situatë, Braçe propozon masa konkrete. Shfuqizimin e tregut në autostradë, ku sipas tij abuzohet me tarifat dhe rritjen artificiale të kostos së prodhimit. Hapjen e tregjeve publike nga vetbujshit. Brazimi të TVSH së brendshme pasi skema aktuale rrit çmimin deri në 20%, zbatimi i sistemit të fiskalizimit nga bujku të blerësi i fundit, si për çdo produkt tjetër, kontroll më të rrept mbi qirata ambienteve tregtare në qytet, të cilat janë jashtë çdo norme dhe ndikojnë drejt për drejt në rritjen e çmimeve. Braçe shpreh shqetësime edhe për strukturën e prodhimit, që është përqendruar në serat e papërshtatshme për temperaturat e larta të verës apo të ulta të dimrit. Kjo ndikon negativisht në sasinë dhe cilësinë e prodhimit. Ai bën thirrje për rikthimin e prodhimit në fusha, veçanërisht në zonat me kushte klimaterike të favorshme. Shmenduri, do të bësh pazar ditënë. Veçanërisht në nisimur 5 është shmenduri. 1.100-1.200 lekë domate. 1.100 lekë kastravet. 6.500 lekë qershia. 6.000 lekë fiku. 2.000 lekë nektarina. Dhe kështu më radhë. 3.000 lekë gizele dhe nuk e thonë bien për shanë të zodët. është një histori që nuk kam asë në sensi. Dhe ka arsye. Arsyet do t'i lexon më poshtë. Në fund, nuk li pa përmendur as ndikimin e kushteve klimatike që nuk po kthehet në faktor të rrezikshëm për bujqësinë, me mod të paqëndrueshëm dhe ngjarje ekstreme që shkaktojnë të mbjellat, siç ndodhi një vit më parë. Ai kritikon çastin e neglizhencës ndaj këtij problemi dhe thekson se mosveprimi po e bën tregun e frutave të perimeve të padrejtë dhe të papërballueshëm për qytetarët.